Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një recetë tepër të mirë të shishme. Ja vlen me provu peshqi me patate në furrë, një nga recetat më të shishme. Provone sepse përgatitet lehtë edhe shpejt. Fillojmë me përgatit këtë recetë. Shikoni me kujdes se çka po shtojmë tek gjithë përbërësit që recetat ju dale e mirë. Marrim peshqet dhe po e shikoni që i kam pastruar, ja kam larguar edhe lëkurën, edhe tash këto janë të ngrira, por vetëm pak i kam lanë që të lshohen. Hapi tjetër që e bojmë është se i shtojmë krep kështu, se në video nga pak i rrotullojmë nga ana tjetër. Kështu sa unë që jam të ishtu, aq edhe ju keni me ishtu krep. Pastaj marrim edhe pjesën tjetër. Sa peshqe do të përdornim varet sa persona jeni në shtëpi edhe për sa persona doni me përgatit. Nëse e shoqëroni me ndonjë mish tjetër, atëherë mundet edhe nga 1 për person. Pasi kemi shtuar kripën, marrim pak miell misri. Mielli i misrit edhe jep edhe shije pak më shumë kësaj recete. Tash po shtojmë vegetë ose melmesa, 3 lugë të vogla, biber të kuq, e përzim ta shkrejt. Edhe këtu, te kjo përzierja, vazhdojmë edhe peshqit do t'i rrotullojmë. Pra po lyhen me miellin e misrit edhe me melmesa. E pastaj direkt në tepsi. Unë këtu kam shtruar letër për pjekje, pak vaj, do t'a lyej mirë tepsien ose letrën e pjekjes, edhe peshqit do t'i vendosim në tepsi. Kështu përgatisim krejt peshqet. Pra thash është recetë që përgatitet lehtë, shpejt edhe bëhet shumë e shishme. Bën mirë që të provoni, sikur që keni provuar edhe shumë receta të tjera. Në anën tjetër kam marrë edhe karrota, 4 karrota të mëdhaja. Vazhdojmë i ndajmë karrotat në mënyrë të pjertë, edhe kështu japim formë pak më të mirë. I shtojmë në një im pak më të thellë. Marrim patatet e vogla. Këto patatet nuk i qërojmë, pra si ja heqim lëvorën, mirë po i lajmë kështu. Janë të vogla, edhe këto që janë pak më të mëdha, unë i ndaj për gjys. Ato që janë pak më të vogla i la ashtu. Dikund mund të përdorni 800 gram patate. Edhe kështu i ndajmë, i bëjmë bashkë me karrotat, edhe shtojmë pak biber të kuq, vegetë, edhe pak krep. Pak kerri, erëza, për t'i dhënë edhe pak shije, po edhe ngjyrë pak. Biber të zi, dhe hudhër pluhur ju shtoj gjithashtu pak sepse marrin një shije shumë të mirë. Në fund e shtojmë vajin, edhe këto i përzim, 2 lugë vaj ulliri, pra shtuam edhe vaj lule dielli edhe pak vaj ulliri. Vazhdojmë i përzim kështu derisa të përzihen mirë, pastaj i kthejmë tek tepsia.
Pasi kemi vendosur në tepsi, vazhdojmë marrim 1 lugë deri në 2 lugë vaj ulliri edhe pak vaj lule dielli edhe i spërkatim kështu mbi peshqet. Këto pra edhe rreshken mirë edhe në furrë edhe bëhen shumë të mira. Pasi që i kemi krejt gati, mundemi t'i fusim në furrë që këto të piqen derisa të skuqen mjaftueshëm mirë. Fillimisht, pra do t'i pjekim për dikon gjysë ore e pastaj do t'i rrotullojmë patatet, pasi që janë skuqur kështu, i rrotullojmë pra i përzim pak nga ana tjetër që edhe këto të pjeken mirë, mishin e la ashtu, patatet po i rrotullojmë që të pjeken mirë e pastaj sërish edhe një herë do t'i kthejmë në furrë derisa të pjeken. E kur të pjeken mirë, atëherë i largojmë edhe mund të themi që edhe është gati receta. Tash, derisa qëndroj në furrë, po përgatisim edhe një salcë ose një sos me hudhër, një thelb hudhër, kos. Unë po shtoj një kos, ju mundeni edhe më pak me përgatit nëse nuk e dëshironi këtë recetë kështu. Po me këtë salcën, me kos që këna me përgatit, këto patatet shkojnë shumë, pak rep, koriandër të thatë, edhe tash vazhdojmë edhe i përzim. Do me thonë përgatitet let, kjo salcë e kosit, ama ka shije shumë, edhe pak biber të zi, nëse dëshironi, dhe gjithashtu mos harroj të them që mund të shtoni edhe 1 deri në 2 lugë të gjellës vaj ulliri. Salcën e kemi gati, edhe tash vazhdojmë shohim edhe përgatitjen për sot. Pra, unë i lash në furrë që të skuqen mirë, edhe po e shikoni që receta është gati. Edhe peshqet janë pjekur shumë mirë, janë skuq, edhe patatet janë gati, edhe vetëm na mbetet t'i provojmë. Nëse i përgatesni, ju bëfshin mirë. Provone edhe një recetë shumë të shishme. Shpresoj që edhe kjo recetë do ju pëlqej. Nëse e përgatesni, e mirë mbejtshi deri në recetën tjetër të radhës. Mund të shtojmë pak edhe nga salca që e kemi përgatitur, po kjo mbaret sipas dëshirës, ose mund ta leni nëpër enë të vogla, pra nëpër tablla të vogla, secili nëse dëshiron e shton. Edhe tash iftari është gati, çdo gjë është e përgatitur dhe e servuar. Mua më mbetet vetëm t'ju them se ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Zoti ua pranoft të gjitha lutjet në kohën e iftarit. Mos harroni se lutja para iftarit pranohet më shpejt edhe më shumë. Pra lutnu sa më shumë. Mirëmbejtje deri në recetën tjetër të radhës.